Përshëndetje, ju uroj një ditë edhe një javë të mrekullueshme. Jena në fillim jave, është vranët, është shi, është ftohtë, por prapë unë ju uroj diell në zemrat e juaja, sepse na kena mundësi me majt atë diellin dhe ngrohtësinë edhe dashninë brenda zemrës tonë, edhe e shfaqim jashtë. Nëse du me ba, nuk është fort e lehtë çdo mëngjes. Shpeshherë janë shkaqe arsye edhe të jashtme, njerëz edhe që mund na e prishin këtë lloj balancet, por do të kuptojmë vetëm një gjë që është shumë e rëndësishme. Only one thing, që gjithçka varet prej nesh. Domethënë, vërtet ju uroj këtë sensin e reflektimit edhe të përgjegjësisë personale, se gjanat varen prej nesh. Jemi ne që i perceptojmë gjanat në një formë, pa na japin këtë lloj ndjesie. Kështu që nuk është fort e lehtë, don punë, don investim, don trajnim të vazhdueshëm të vetes, të zhvillimit tan personal, por është një gjë që e shndrit jetën. Kështu, ju përqafoj edhe uroj vërtet që ta keni këtë diell edhe këtë ngrohtësi në zemrat e juaja.